Drakutin Naskovic është deklaruar i pafajshëm për akuzën për krime lufte kundër popullsisë civile në Zhegër të Gjilanit. Prokuroria speciale akuzon Naskovicin se si komandanti nën stacionit policor në Zhegër nuk e ka ndërmarrë asnjë veprim për t'i parandaluar plaçkitjet, dëbimin dhe vrasjet e 29 civilëve shqiptar në këtë fshat. Në seancën fillestare për rastin, Naskovici tha se nuk ka qenë i përfshirë në këtë vepër penale. Nuk ndihem fajtor për asnjë vepër e cila më vihet në barë. Në atë kohë, kur ka ndodhur kjo vepër penale, unë nuk kam qenë në vend të ngjarjes dhe as komandant. Deklarimin rreth fajësisë i akuzuari e bëri pasi prokuroria speciale Ajshe Ferati i lexoi aktakuzën bazuar në të cilën forca serbe hynë dhe rrethuan Zhegrën nën komandën e të pandehurit. Përpasoj banorët në mesin e të cilëve edhe familja Ukshini nisën t'i braktisnin shtëpitë e të strehohen në shtëpi të tjera. E ka babai Ukshinit të vrarë në mes të dyshemisë së shtëpisë. Kurse nëna nuk e gjeti fare në shtëpi. A majku një në shumë kushvokshte? I shqetësuar dhe i traumatizuar një njerë ka shkuar në stacionin policor në Zhegër për të lajmëruar rastin dhe më të arritur aty ka takuar të pandehurin i cili ishte komandant i atij stacioni. Të njëjtit i ka treguar për vrasjen e babait si dhe ka kërkuar ndihmë për ta gjetur nënën e tij, tani viktimen Miratie Ukshini. Mirë po në vend që t'i ndihmonte për ta gjetur viktimen, i pandehuri drejtohet me fjalët. Hajde se edhe ajo është vdekur. Sipas aktakuzës, Naskovici ka qenë në dijeni se forcat policore e ushtarake serbe, një pjesë të cilëve nën komandën e tij e rrethuan fshatin Zhegër dhe më pas e sulmuan edhe atë Llashtic. Kanë kryer plaçkitje dhe shkatrim të pasurisë së civilëve shqiptar. Pošto su sa pljačkom i uništenjem imovine albanskih civila. Ku 90% të shtëpive u plaçkitën e më pas u doxhën. Duke pas parasysh këtë rrethana, Imajući u vidu ove okolnosti, kur i pandehuri si komandant ka patrolluar ditën e 2, 3, 4 e tutje, ka parë këto shtëpi të plaçkitura dhe të djegura. video ove kuće opljačkane i spaljene, Dhe asnjëherë nuk i ka parandaluar këto veprime të dëmshme të shkaktuara nga forcat serbe. Drakutin Naskovic u pati arrestuar në shtator të këtij viti në pikalimin kufitar dhe u i bardh.